Nga Shkodra, kryedemokrati Sali Berisha ripërsëriti ftesën ndaj qytetarëve për t'u bashkuar kryengritjes paqësore me 17 prill në Tiranë, por ndërsa protestat kanë për qëllim rrëzimin e qeverisë, gjë që deri më sot nuk po ndodh, i pyetur mbi këtë realitet që po prodhohet në vend, Berisha theksoi se kryengritja paqësore nuk është një ndeshje futbolli. Kryengritja paqësore nuk është një ndeshje futbolli, që përfundon brenda një afati. Të gjithë do donim të ishte atill, po që në momentin që thuhet kryengritje paqësore, vetë kuptohet që ajo është një lëvizje e qëndrueshme dhe vazhdon gjën realizimin e qëllimeve. Të gjithë do donim që ato të realizonin me njëherë atë që dëshirojmë. Po ajo kërkon durim, kërkon qëndresë, kërkon vazhdimsi. Dhe ne jemi të përcaktuar për këto. Ne nuk ndahemi pa përmbush misionin tonë. I pyetur për strategjinë dhe nëse kjo e fundit duhet të ndryshojë, kreu i Partisë Demokratike e pranoi se protestat kanë ruajtur dinjitetin qytetar dhe do të vazhdojnë me qëndrueshmëri, por akuzat nuk i kurseu për qeverinë, lidhur me kufizim të opozitës në parlament dhe pengim të integrimit evropian. Sot opozita në kushtet e shtypjes së pluralizmit nuk ka asnjë hapësirë në parlament. Edi Rama përjashton ju mohon të deputetëve të opozitës çdo të drejtë kushtetuese. Ditët e fundit zhvillimet politike brenda vetë Partisë Demokratike nuk kanë munguar me protesta dhe reagime për të përjashtuarit. Berisha i cilësoi përplasjet raste individuale dhe tha se partia po forcohet, ndërsa zërave kundër ju dha këtë përkufizim. Vetëm sa na forcojnë. Pra ne jemi në një fushat të hapur antarësimesh dhe do mbetemi kësaj. Por me pseudo, me njerëz që jipen me qera, me ata demokratët nuk kanë punë. Tani të them unë ty. Tjetra e respektuar shkon dhe bëhet krahu i djathtë i deputetit Tom Doshit. E morë vesh ti? Kush? Ajo e Elbasanit. Me te shifja statusin dhe pastaj thot jam demokrate. Po tomat pak të shmendershëm nuk thot jam demokrat. Jam socialist dhe mori fundam, pamërsisht se është paralist, është socialist dhe demokrat, është mafioz absolutisht, po mos e diskutoni punën e tij, sa ashtu. Pra, këta nuk kanë gjë me demokracinë. Demokratët nuk mund të hipen me qera, nuk mund të shërbejnë partisë krimit dhe absolutisht është tradhti ndaj interesave dhe idealeve demokratike të qytetarëve çdo tolerancë e bashkëpunimit të fshehtë apo të hapur me pushtetin e krimit. Po më pyete për demokratët, unë të përgjigjem. Po më pyete për ata që jipen me qera, unë s'kam punë me ta. Ata qofshin. E ke dhënë me qera? Ata i japin veten me qera. E japin veten me qera dhe dalin e bërtasin. Ata janë, bravo. Unë nuk them që s'ka qenë, ai ka qenë, por problemi është se ai është kap me përsh në dorë, kap duke vjedh dhe rrin drejton bashkinë. Po pse drejton bashkinë? Se Rama ka vjedh 10 herë më shumë. Kryedemokrati Berisha i bëri thirrje NATO-s të forcojë mbrojtjen ajrore të Shqipërisë një ditë pas paralajmërimit të ambasadës amerikane për sulme të mundshme të Iranit në Shqipëri. Unë i bëj thirrje Aleancës Atlantikut Veriut, ashtu siç po mbron Turqinë, ashtu të mbrojë, na garantoj mbrojtjen kundër ajrore nga aktet e tyre, kurse për akte të brendshme duhet që forcat e rendit të garantojnë rendin dhe qetësinë. Të krahasosh ato me protestat e opozitës, je i smur, ke psikologjinë ajetullahve. Dhe unë i them turp të kena më ta, që nxjerrin një vlerësim të atill. Ambasada amerikane dha alarmin se grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjektet lidhura me Shtetet e Bashkuara ose element të opozitës iraniane në Shqipëri. Menjëherë pas këtij njoftimi, qeveria shqiptare gjatë ditës së enjtë ka ndërmarrë masa konkrete ku antiterrori ka zbarkuar duke marrë në ruajtje mek në Durrës, selite disa ambasadave dhe objekte të rëndësishme qeveritare.